Iku. Bota e saj e vogël, e ndërtuar mbi dashurinë, u gremis e gjitha. Kishte ikur te Renis, si do të qëndronte? Fytyra e saj u bë e trishtuar, sytë e saj pa buzëqeshi, ngjanin me kohë me re, gati për filluar shi. Po kur do të vi? Agonia dhe shpresa luftonin duke fituar një herë njëra, një herë tjetra. Babi, na merr dhe ne me ty. Ishte zëri i fëmijës që kur sa rriti të dëgjohet. Ndoshta ishte dëshira e saj që brenda bërtiste dhe kujtonte se dëgjohej. Babai ktheu kokën, pa dorën e shtrirë dhe kuptoi, lotoi dhe përshpejtoi hapin. E dini pse? Duhej. Iku. Koha humbi hapin, nga të gjithë diçka mungonte. Ku ta gjej nëna kur ajon t'i përgjigjet së njëjtës pyetje përsëri. Mami, po ku është babi? Kur do të vi? Vrapoj, do t'a gjej. A thua t'i shkruaj? Po nuk di të shkruaj. Do t'a vizatoj. Baba gjyshi viti 3 do t'a njoh patjetër. Erdhën dhe Krishtlindit. Vizatimi priste në pemë. Në shfaqjen e shkollës e vogla shkoi gjithë gëzim. E din se zhdurat do t'i sjell. Baba gjyshi. Vjen radha e saj. Plaku i vitit 3 mbart vesh një pako të vogël. Ngulit syt mbi kuti. Po babin tim nuk e nxë aty brenda. Në syt e saj është një mbledhur në 1 minutë gjithë shgënjimi i botës dhe del ankesa. Mami më mashtrove, nuk ma pruri. Koha kalon. Babi u rrita dhe nuk më pe. Kaloi dhe ditëlindja ime. Babi ra dëbor, prap. Shiko që të kam bërë? Koha kalonte. Figura e babait bëhej turbullt në sytë e fëmijës. Prap shikonte rrugën me agonin e vizatuar në fytyrën e saj. Në pranverë e priste. Dikur do të duket. Në verë mendonte, prap nuk erdhi. Orët u bën ditët javë, muaj, vite. Pa pritur, më në fund babi u ktheve. Tani të kaloj një kokë dhe nuk të lë. Shikomni tani, jam e gëzuar. Fytyra e saj i thot të gjitha. Zemra e nënës përmbytet. Në thellësitë e saj do të fsheh përgjithmonë pamjen e së voglës që ndronte ngjyra, herë trishtuar, herë me gëzimin e një angjëlli. Përgjithmonë.